E kam pas ndjerë këtë presionin nga Fifi. Nuk bëj më muzikë për bastardinë e tregut. Mbrëmjen e kaluar, Fifi ishte ftuar në emisionin Pardon My French. Ajo zbuloi detaje nga jeta e saj, karriera dhe suksesi që ka arritur përgjatë viteve dhe gjithashtu ka treguar disa sekrete në lidhje me albumin e ri që do të sjellë. Pyetja, për të publikuar një këngë, është më shumë qejf për Fifin apo është dhe një farë presioni duke qenë se në këtë periudhë tani çdo gjë po varet nga klikimet dhe viraliteti. E kam pas ndjerë këtë presionin derisa erdhi një moment dhe thash që duhet vetëm të krijoj muzikë. Që prej këngës Zemrën kam thënë që do të nis tani që të publikoj dhe të bëj vetëm muzikë që mua më pëlqen dhe të mos them vetëm të bëj një hit. Më fal, por çfarë dreqin, ku e din ata se kush është hit dhe kush jo. Kur unë i kam bërë këngët më të bukura të jetës sime, kam thënë që dua të bëj një këngë të mirë që njerëzit të më dëgjojnë mua dhe këtë gjë kam përdorur deri te kënga Hana. Pastaj nisa të influencohesha prej tregut dhe aromës bastarde që lëshon muzika këto vitet e fundit. Artistja shtoi ndër të tjera se ka vendosur sërish të rikthehet në pikën që dëshiron të bëj muzikën siç ajo e ndjen dhe jo të influencohet nga artistë të tjera apo rrymat muzikore. Këngët e mia unë nuk i hap të dëgjoj të them të drejtën. Këngët që unë i dëgjoj janë vetëm këngët e reja që nuk kanë dalë ende dhe më duhet që t'i hap që të shikoj nëse duhet të ndryshojnë ndoshta diçka. I dëgjoj në momente të ndryshme që të shikoj nëse ma japin sërish emocionin e njëjtë. A ja vlen ose jo? Nëse ju pëlqeu kjo video shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova. Që e gjeni në bio mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.